Nxënësit e shkollës Nikol Zagorjani në Velipoj kanë vazhduar protestën për rikthimin në punë të drejtorit të shkarkuar të kësaj shkolle, Gjek Ujka, edhe gjatë ditës së martë. Ata kanë konsideruar të padrejtë shkarkimin e tij më datë 7 mars. Nxënësit kanë kërcënuar se në një nga këto ditë do të protestojnë përpara drejtorisë arsimore në Shkodër. Jemi në javën e dytë të bojkotit të mësimit, pasi nuk kemi marrë asnjë sqarim mbi arsyet e largimit të drejtorit të kësaj shkolle, zotin Gjek Ujka. Theksojmë se këtu jemi të zhveshur totalisht nga bindjet politike dhe me vullnetin ton të plot të lirë. Nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë politizimin e ngjarjes nga persona të tjerë. Në rast se kërkesa jo nuk plotësohet, ne kemi vendosur që jo vetëm të bojkotojmë mësimin, por së bashku me prindrit tanë të krijojmë një protestë përpara drejtorisë së arsimit Shkodër. Të shqetësuar për situatën e krijuar janë edhe përfaqësues të bordit të prindërve në këtë shkollë. Ata e kanë konsideruar largimin e drejtorit Ujka si të pamotivuar dhe me prapavi të qartë politike. Sipas tyre, Ujka ka dhënë kontribut të madh në ruajtjen e nxënësve dhe të godinës së shkollës gjatë razirave që përfshin vendin në vitin 1997. Gjek Ujka ka punuar 5 vite si nëndrejtori kësaj shkolle, duke fituar më pas postin si drejtues i saj për 10 vite me radhë. Ai u shkarkua më 7 mars, ndërsa 2 ditë më parë, nxënësit e shkollës bojkotuan 2 orët e para të mësimit.